e kemi një shumë marrëmendse familja Kelmendi nga familja Sabris me 20.000 euro që jep për këtë projekt. Një kontribut si ky është një hap gjigant drejt realizimit të ëndrrës së muslimanëve shqiptar për të pasur një xhami përballë kullës ikonike në Pisa të Italisë. Kjo familje është edhe nismëtare e projektit për xhamin. Pra ky që po shihni në video, projektin mban brenda projektin parashihet xhamia kryesore, hapësirë e madhe dhe dinjitoze për faljen e namazeve ditore, xumas, bajrameve dhe aktiviteteve të tjera fetare. Ashtu ka dhe sallë veçantë për gratë, ambient i përshtatshëm dhe komod për pjesëmarrjen e grave në jetën fetare dhe edukative. Ashtu ka dhe qendër kulturore islame, hapësirë për ligjërata, seminare, debate, trajnime, konferenca dhe programe komunitare. Nuk mungon ashtu as biblioteka apo salla e leximit me literaturë islame, kombëtare dhe edukative në gjuhën shqipe, arabe, italiane dhe gjuhë të tjera. Një prej pjesëve të rëndësishme të këtij projekti është edhe shkolla për fëmijë, mësimi i Kuranit, gjuhës arabe, edukimi moral dhe ruajtja e gjuhës shqipe për fëmijët e diasporës, të cilët pra frekuentojnë në këtë qendër. Ka hapësirë edhe për rini dhe familje, programe për të rinj, këshilla familjare, aktivitete sociale dhe edukative. Por nuk janë të vetëm në këtë rrugtim. Familja shevroja 100 euro, Ferida Slani 1000 euro. Shumë musliman nga vende të ndryshme po ndihmojnë që të bëhet realitet vendi që u ka munguar besimtarve për falje e edukim. Emri? Anonim, ha? Anonim 100 euro dren, anonim 100 euro edhe anonim 50 euro. E bashkë me ta, në rreshtin e parë të kontribuesve janë edhe hoxhallarët. Për anës time 100 euro, bashortja ime 100 euro, djali im Suheli 50 euro, vajza ime Sara 50, për babën tem 50, nënën time 50, edhe për Bajanakun ka ardhur vizit këto. Edhe Bajanakat, po jam në Bajanakat kena harru për me. Po du mi përmend pak edhe Bajanak. Allah ju sa më shpejt inshallah e blini edhe paguni inshallah xhamia. Por ky nuk është i vetmi. Prandaj unë po filloj personalisht me 100 euro, kësaj radhe dhe bashortja më ka shoqëruar, edhe ajo ka bën një jetë. 100 euro, vajza është studente në Vjenë, 50 euro i ofron 250 euro dhe më thonë. 250, baba Salim Beluli prej Pergut, pa ashtu 100 euro, vllau 250. Abidin Beluli 100 euro, edhe për nënën time po shtoj edhe unë 100 euro, kështu që 550 euro, apo? 550 euro. 550 euro nga familja e Hoxhës Vajdin. Edhe pse se kum konsultu kërkon, po në emën të xhamis ku unë shërbej, kum bo si praktike ata djem kur po shkoj po qeshin, po thonë hoxh, na si me pastu në buxhet po i sjell Zoti. Interesant, ku po shkoj? Po i premtoj që ashtu edhe këtu po i premtoj në emën të xhamis Martini 1000 euro. 1000 euro. Po. Vllaç shkolet. Prindi kam të vdekun, edhe njeriu i shumë i pasën kur i kish prindrit. E ju çunat e ri dhe vajzat e reja jeni shumë të pasën derisa keni gjallë babën edhe nanën. Për me pa shtëpinë tonë ose lagjen tonë ose fshatin tonë, që je i varfun është kur shkojsh aty nuk e gjen babën edhe nanën. Edhe unë ku me di çka më dhon kur hakesh nuk ju dal atyne. Po pak veç sa më thon kështu me çel këtë derë se këtu po thojmë për Bajanak, unë nuk e di ç'është është ajo puna e Bajanakut se s'kam ndaj fare ndjenje, po për prindët e mi të vdekur ka 100 euro. Që i bjen 200. Edhe baba jem Rahmetlia i ka pas 2 gra. Jo prej qefit, po prej zorit, se me grunë e parë 15 vite s'ka pas fëmijë, pastaj e ka marrë nanën time dhe më lindon e mas 16 vite, ne kena edhe nanën e madhe i thojna, i ka 92 vjet, Allah e ruaj, edhe për ato 100, 300. Tanaj Zoti na ka begatuar me fëmijë shumë, e unë i kam 1 nip edhe 3 mbesa, ata janë prej moshës 5 deri në 1, po duhet tash një lloj sadakaje për ta, ka 50 euro, bojnë 200 që bojnë 500. Kajtë në total, këta që i shkrujnë atje që i mojnë shënimet, do me thonë, unë e këtyne ju detyrohem, i dërzu të këta inshallah 1500 euro për që të fillim. Një pjesë e kontribuesve dëshirojnë të mbeten anonim. Thëtë anonim 250 euro. Allah është për letë. Anonim 250 euro. Qile ja. Prap anonim 300 euro. Anonim 300 euro. Po. Prap anonim 300 euro.
Pra, po 3 herë, ha? Dhe anonim 3.000 euro. Allahu ja shtof vërtetin. Faleminderit. Me aq sa munden, në këtë garë mirësie, po kontribuojnë edhe këta voglosh. Edhe këto dy bukuroshet, Allah e shpërbleft, Allah e shpërbleft. Kemi edhe një zarf këtu, kemi këtë bukuroshin, një 50 që pesha që lëshoj. Mashallah. Allah e shpërbleft. Të gjithë kanë një qëllim, ta ndërtojnë xhamin në të cilën do të lartësohet emri i krijuesit të tyre. Prandaj edhe është një ditë feste e gëzimi për shqiptarët në diasporë. Jam ma i lumtur se sa që kom marrë në Piza. Kom ka 30 vjet që kom marrë në Piza, jam i gëzuar shumë për çamin që do bëhet. Vallahi ndjeni atyn me shumë emocion, pa shas Zotin. Elhamdulillah që më ka mundsuar Allah me ardh, mi vizitu këta o gjallart, edhe për këtë xhami që e parja herë që marr pjesë, për shembull që sa tu edhe në temel. Apo këton? Me më pjesë në temel xhamis. Po temel xhamis, pashallah, po jam shumë emocione. Me të vërtet ishte një kënaqësi tepër e madhe dhe një ndjenjë tepër e veçantë të marrim pjesë në kësi vepra shumë madhore, sikur që është një shtëpi nga shtëpiat e Zotit që ndërtohet. Ata nuk po kontribuojnë vetëm për ndërtimin e një objekti, por dhurimi parave për secilin ka një vlerë më të madhe. Është sadaka që po japin me shpresën se Zoti do t'u akompenzojë në botën tjetër siç ka premtuar.